Qendra ABA është bërë sot një nga partnerët më serioz, më dashamirës të fermerit shqiptar, me këshillime në drejtim të teknologjisë kultivimit, të kulturave të ndryshme bujqësore, informacione në lidhje me tregun, në masat për të marrë në lidhje me kontrollin e sëmundjeve dëmtuesve, duke adresuar shqetësimin fermerit tek Qendra ABA. Menjëherë Qendra ABA e përcjell dhe adreson tek specialisti përkatës i fushës dhe merr përgjigje për zgjidhjet e menjëherë. Brukselit është një perime shumë e rëndësishme e familjes së lakrave, ku futen edhe lakrat e zakonshme, lakra kineze, lakra verza, lule lakra, një lakër me vlerat të jashtëzakonshme, ushqyese dhe kurative. Kush është veçoria e kësaj lakre dhe pse e rekomandojmë ne që fermerit do duhet ta ketë në konsiderat dhe ta shtojë sipërfaqen e mbjellë me lakrën e Brukselit? Sepse shquhet shumë për përqindje të lartë të disa nga vitaminat si B6, A, vitamin K, C, ka antioksidant, të cilat janë përgjegjëse për luftimin e sëmundjeve kanceroze. Lakra e Brukselit e ka marrë emrin kështu pikërisht sepse origjina e saj është nga Belgjika dhe specifika e saj është që ka një frut të vogël dhe në varësi të varieteteve, që dhe kjo ndahet në varietetet të hershme, të mesme dhe të vona. Dhe madhësia e frutave të kësaj lakre është rreth një më vogël se 15 deri 20 mm, 20, 25 dhe mbi 35 mm. Pra, këta janë madhësia e frutave në momentin kur ajo është bërë domethënë për t'u vjelur. Këto parametra duhet ketë fruti. Çfarë duhet ketë në konsiderat gjatë kultivimit të kësaj lakre fermeri, me përjashtim të gjitha shërbimeve të tjera ku përfshihet prashitja, pastrimi i barave të këqija, të cilat bëhen shkak edhe për mbajtjen e sëmundjeve të dëmtuesve. Por më rëndësishme që duhet ta veçoj këtu te kjo lakër është fakti që kjo kërkon patjetër kputjen e majës, në ndryshim nga lakrët e tjera, pra duhet i kputet maja. Dhe në majën e lartë, pra pas kputjes, rrallohen frutat ose hiqen frutat e vogla të lakrës Brukselit. Gjithashtu bëhet edhe një farë rrallimi në varësive të dendurisë, në mënyrë që madhësia të jetë e parametrave të kërkuara të frutit dhe eliminohet edhe prishja e pamjes tregtare. Gjithashtu rriten vlerat e atyre frutave të cilat i lejon që të vazhdojnë jetën. Mbjellja e kësaj kulture bëhet me fidan të parapërgatitur, ku në momentin e mbjelljes duhet jenë në madhësinë e 4-5 gjetheve të vërteta, rreth 15 cm e gjatë. Në veçanti, domethënë kërkon lagështirë të lartë ajrore, e ka si kërkesë të domosdoshme. Megjithëse është tim që kërkon klima në klimat e buta, pra rritet dhe zhvillohet gjatë gjithë periudhës së vitit, por që kërkesë taksative e ka pikërisht përqindjen e lartë të lagështirës ajrore. Pasi në mungesë të kësaj, kokat e vogla të lakrës Brukselit sën dëmtime, nuk formohen domethënë në madhësinë edhe në parametrat e dukura. Prashitjet janë shërbime shumë të nevojshme, pasi përveç që mbajnë tokën dhe bëhet dhe mbathja në momentin e mbjelljes, pra direkt pas ujitjes për zënje, bëhet dhe mbathja që e ka kërkesë shumë të rëndësishme dhe një shërbim i nevojshëm, por pastaj edhe duke marrë në konsiderat prashitjet, largojmë përfundimisht dhe barat e këqija me këtë shërbim shumë të domosdoshëm. Mbjellet në fakt në të gjitha llojet e tokave, por që mjafton të jetë me kapacitet të mirë ujëmbajtës. Të jetë e freskët, e thellë dhe kapacitet ujëmbajtës. E ka kërkesë të domosdoshme. Parabim të mira për lakrën e Brukselit janë të lashtat dhe shumica e graminorëve, patatja e hershme është parabim e mirë, ka kërkesa për plerimin, ja vlen që të përdoret plerimi në momentin e përgatitjes së tokës, pra paralel me plugimin dhe operacionet e tjera përgatitore për mbjellje, shoqërohet me plehun organik, me të gjithë sasinë e plehut fosforik dhe 1/3 e plehut potasik. Ndërkohë që plerat azotike dhe pjesa tjetër e plehut potasik hidhet në prashitjet shoqëruese në shërbimet pra gjatë periudhës vegetacionit të kësaj kulture.
Si të gjitha lagrat e tjera, edhe kjo kërkon qarkullimin bujqësor, do duhet ta ketë fermerin konsiderat, nuk duhet ta mbjelli mas vetes dhe pas kulturave të tjera të njëjtës familje, si lakra e zakonshme, lule lakra, brokoli, lakrat kineze, lakra verza, pra do duhet eliminohet mbjellja pas bimëve të njëjtës familje. Për 3-4 vite me radhë, pasi në këtë rast merren masa shumë të sigurta për luftimin e smundjeve dhe dëmtuesve të ndryshëm, sidomos hernia si smundja ndër më të vështirat për t'u trajtuar, nëse do ta mbjellim në mënyrë të përvitshme, shtohet mundësia e kësaj smundje për t'u shtuar më shumë. Smundje tjetër shumë e rrezikshme është edhe fibroza dhe brugu, por që në një qarkullim të mirë bujqësor, në zbatim të praktikave të mira bujqësore, në masa agroteknike të mira, me bimë të shëndetshme, të ajrosura, mund t'i eliminojmë. Gjithsesi nuk përjashtohet dhe mundësia e përdorimit të oksikloruar bakrit ose të preparateve të ndryshme, pra me bazë bakri, të cilat e mbrojnë jashtëzakonisht mirë, domethënë, nga këto smundje. Afidet dhe flutrat e natës janë dëmtues, të cilët duhet të kenë konsiderat për t'u trajtuar nga fermeri, për t'u parë dhe ndjekur në momentin e shpejt, dhe mund të, përveç qarkullimit bujqësor që tham, përveç luftimit barave të qije që mund të jenë mbartëse të këtyre, atëherë do duhet lindi nevojën mbas edhe për trajtime kimike me preparate me sistemik, por edhe me Bacillus thuringiensis që është shumë i efektshëm, sidomos ndaj larvave që dëmtojnë këtë kulturë. Marrën konsiderat faktin që Shqipëria e lejon kultivimin në pjesë të madhe të territorit saj, ka kushte shumë të përshtatshme për kultivimin e lagrës Brukselit, unë rekomandoj që ta marrin konsiderat fermerët, ta shtojnë sipërfaqen e mbjelljes për arsye se të ardhurat i ka të sigurta.